Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV. Dua të komentoj Xhenetën dhe Eglin. Dua të bëj një krahasim në fakt mes dy vajzave të cilat po pushtojnë median sociale, po pushtojnë Instagramin, po pushtojnë TikTokun. Xheneta pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit përzjodhi një rrugtim shumë interesant të ngjitjes së saj në skenë, të zhvillimit të saj artistik dhe profesional. Do me thënë, për një periudhë jo aktive në jetën e saj, Xheneta u ngjit në për media të Kosovës, më pas përfundoi në Top Channel si opinioniste apo si komentuese, si do që ta quajmë në trotuar, duke dhënë ide dhe duke ironizuar deri diku marrëdhënien e Eglit edhe të Gjestit, edhe pse Egli brenda shtëpisë së Big Brotherit në një rrëfim apo në një bisedë që ka bërë me Gjestin ka treguar që nuk e njeh Xhenetën, edhe pse kanë qenë protagoniste të dyja në të njëjtin klip të Kellit, miku të afërt të Eglit. Xheneta dhe Egli, dy bota të ndryshme, dy vajza me natyra krejt të kundërta, Xheneta shumë bombastike, shumë mediatike, shumë e drejt për drejt, duke u përfshirë edhe në lidhjen e Eglit, ndërsa Egli shumë e ftohtë, shumë e qëndrueshme, duke mos e komentuar asnjë lloj deklarate të Xhenetës dhe në fakt duke mos e vënë Xhenetën fare në pjesën ditore të saj. Tani, Egli po e ironizon në një farë mënyre duke mos u marrë fare me të, ndërsa Xheneta po i bën në një aspekt reklam të madhe Eglit duke publikuar story, duke u munduar që të bëhet virale në rrjetet sociale. Çfarë përfitimi ka Xheneta nga ky rrugtim? Domethënë është një rrugtim që të lë të befasohesh dhe të lë të çuditesh. Çfarë përfitimi ka, kur do me thënë Egli nuk po merret fare. Tani Xheneta thotë që marrëdhënia mes Gjestit dhe Eglit është një marrëdhënie e rrejshme, është një marrëdhënie e paqëndrueshme, është një marrëdhënie e pavërtet, ndërsa në anën tjetër ajo që mua më ran në sy që ju do ta shikoni sonte në orën 21, Xheneta, kjo më falni Egli, në dorën e saj ka unazën e martesës së Gjestit, që nuk kupton që unazën nuk e ka hequr Egli dhe vazhdon të jetë me Gjestin dhe po befasohem përse i gjithë ky vrull i mlefit, i urrëties duhet të ekzistojë për shembull tek Xheneta për Eglin, duke mos e njohur as pak njëra tjetrën. Egli është shprehur me shumë dashuri, është shprehur me shumë emocion për Gjestin në portokalli, ka folur për marrëdhënien e saj, ka pranuar që ka fjetur me Gjestin dhe kanë kaluar një periudhë së bashku, do të thënë nuk e ka thonë kanë fjet, po e ka lënë të kuptohet që ka fjet edhe kanë kaluar momente të bukura së bashku, unazën e martesës e ka në gisht dhe nuk kuptojnë që Xhenetën, mendoj unë, Gjesti dhe Egli e respektojnë vetëm si tipi një komentueses së jetës së tyre, së marrëdhënies së tyre dhe së famës së tyre, se në një aspekt Xheneta u bën reklam dhe u bën reklam pa lek Eglit dhe Gjestit, duke u marrë non stop me to, u bën reklam. Domethënë edhe pse ndonjëherë e shamja e tepërt është një super reklam për Gjestin, por anti-reklam për Xhenetën. Dhe për këtë gjën, çuditërisht po befasohem, domethënë Egli qëndron shumë e thjeshtë, qëndron shumë e tërhequr, e ruan atë stilin e një damës të madhe, e ruan atë stilin e një artistes të madhe, duke mos u përfshirë dhe duke mos u marrë fare me debate apo me fjalë të cilat fliten për të, dhe konkretisht nga Xheneta ku të dy gocat nuk e kanë njohur njëra tjetrën dhe nuk kanë patur asnjë lloj afrimiteti dhe asnjë lloj marrëdhënie. Dhe për këtë gjë do kisha dashur të marr mendimin tuaj. Përse Xheneta e luan këtë rolin nëpër media dhe përse Egli nuk po reagon fare kundër drejt Xhenetës? Ju lutem shkruani mendimin tuaj në koment.